Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Kërkesa për shërbim 24 orësh gjatë gjithë vitit në pikalimi kufitar të qafbotës i është dorëzuar kryeministrit të Greqisë Kyriakos Mitsotakis. Deputeti Vasil Llajo thotë se reduktimi i orareve në anën greke verën e kaluar vështirësoi kalimin e qytetarëve dhe mallrave. Rreshtit e dendura që përfshin qarkun e Gjirokastrës shkaktuan përmbytje dhe dëmtime në infrastrukturën rrugore dhe tokat bujqësore në bashkinë e Libohovës, ku prekën sipërfaqe të ulta të kultivuara me elbë, grur dhe foragjer. Pas verifikimit të dëmeve, autoritetet vendore ndërhyjnë për hapjen e kanaleve të bllokuara dhe përmirësimin e infrastrukturës së dëmtuar për të mbështetur fermerët duke rikthyer situatën në normalitet. Në fshatin Kakos të njësisë administrative Lunxhëri dimri kalon në qetësime. Banorët që ndezin zjarrin në mëngjes dhe përgatisin gatime tradicionale të zonës, siç është trahanaja. Ata presin me padurim të hapet koha për të nisur mbjelljet e stinës. Fshati ka traditë të gjatë në bujqësi, blegtori dhe bletari. Galeria Art Saranda është pasuruar me një vepër të veçantë arti. Skulptori dhe piktori i njohur Lirian Shima ka dhuruar portretin e artistes së famshme Maria Callas. Vepra vjen si një donacion i rrallë për Galerinë e Sarandës, që këtë vit shënon 14 vite aktivitet dhe vijon të pasuroj fondin e saj me vepra të përzgjedhura dhe cilësore. Ju njohim tani më gjërësisht. Kërkesa për shërbim 24 orësh gjatë gjithë vitit në pikalimin kufitar të qafbotës i është dorëzuar kryeministrit të Greqisë Kyriakos Mitsotakis. Deputeti Vasil Llajo thotë se reduktimi i orareve në anën greke verën e kaluar vështirësoi kalimin e qytetarëve dhe mallrave. Letër kërkesa e nënshkruar nga një grup deputetësh socialist dhe kryetar të bashkive të jugut shqiptar për shërbim 24 orësh gjatë gjithë vitit në pikalimin kufitar të qafbotës i është dhënë dorazi kryeministrit të Greqisë Kyriakos Mitsotakis. Këtë e konfirmon deputeti Vasil Llajo, që mbante autorësinë e kësaj nisme. Ai së bashku me deputetin e zonës së Thesprotis Vasilis Jojakas kanë shfrytëzuar praninë e kryeministrit të Greqisë në një aktivitet në qytetin e Janinës për të realizuar takimin me kreun e qeverisë së Greqisë, gjatë të cilit ju dorëzua edhe kërkesa për qafbotën. Ne së bashku vendosëm të bënim një letër kërkesë drejtuar direkt tashmë kryeministrit të Greqisë, zotit Mitsotakis, dhe firmosëm së bashku dhe me disa nga kryetarët e bashkive të zonës së Sarandës. Që këtë letër kërkesë ta gjeni mundësinë dhe mënyrën për ta vendosur mbi tavolinën e kryeministrit të Greqisë. Realizuam një takim me kryeministrin e Greqisë ku i paraqita këtë letër dhe i shpreha shkurt, sepse në letër përmbajnë më gjatë kërkesat tona për funksionimin e doganës së qafbotës për palën shqiptare apo mavromati për palën greke, të rikthehet funksioni 24 orësh, ashtu siç është edhe funksioni i doganës së Kakavisë. Llajo tregon se së bashku me autoritetet vendore nga të dy anët e kufirit kanë qenë reagues ndaj anomalive të krijuara verën e kaluar në anën greke të pikalimit kufitar të qafbotës. Në vend të riparoheshin defektet, përtej verës u reduktuan oraret e shërbimit dhe u vështirësua kalimi i njerëzve dhe mallrave, çka e bëri deputetin Llajo që të shtoi dhe zyrtarizoi përpjekjet për zgjidhje të qëndrueshme. Patëm dhe mbështetjen e deputetit të Partisë Demokracia e Re të Igumenisës, që është partia në pushtet, me zotin Jojakas, dhe së bashku krijuam një grup dhe vajtëm në doganën e Mavromatit, pala greke pra të qafbotës, për të ngritur shqetësimin. Mbas muajit tetor, aty kur ne prisnim të jepej një zgjidhje në përmirësim jo vetëm të funksionit, por mbi të gjitha oraret e funksionimit të saj, dhe të kthehej mundësisht në një shërbim 24 orësh. Nuk ndodhi kjo, po përkundrazi, u reduktuan oraret e punës, u vështirësuan kalimet e njerëzve dhe kjo bëri që unë të rikthehem dhe një herë kësaj situate. Tashmë kërkesa zyrtare e parlamentarëve shqiptarë homologëve të tyre nga Thesprotia, si dhe me nënshkrim nga kryebashkiak të nënprefekturës së Sarandës, është në tryezën e punës të kreut të qeverisë greke, dhe ajo që pritet është të vijë në lëvizje strukturat shtetërore që në qafbotë ofrohet shërbim policor e doganor me sistem 24 orësh për gjatë gjithë vitit. Shpresoj që mbasi të lexoj kërkesën tonë të ketë edhe veprimet e nevojshme zyrtare, që kjo pikë doganore të rikthehet në funksion 24 orësh
për të mirën e të dy krave, sepse lëvizja e lirë e njerëzve, e mallit, e turistave, autobusave, gjitha këto do gjallërojnë dhe rigjallërojnë jetën dhe aktivitetet e të dy kravet e kufirit. E pritshme është që qafbota nga ana shqiptare dhe Mavromati nga ana greke të nisë të funksionojnë 24 orë pa ndërprerje dhe në 12 muajt e vitit, duke i dhënë shpejtësi dhe korrektësi njëherësh qarkullimit të njerëzve, të mallrave dhe flukseve turistike në rritje të këtij viti. Rreshjet e dendura që përfshin në qarkun e Gjirokastrës shkaktuan përmbytje dhe dëmtime në infrastrukturën rrugore dhe tokat bujqësore në bashkinë e Libohovës, ku prekën sipërfaqe të ulta të kultivuara me elbë, grur dhe foragjer. Pas verifikimit të dëmeve, autoritetet vendore ndërhyjnë për hapjen e kanaleve të bllokuara dhe përmirësimin e infrastrukturës së dëmtuar për të mbështetur fermerët duke rikthyer situatën në normalitet. Rreshjet e dendura të shiut që përfshin qarkun e Gjirokastrës shkaktuan problematika edhe në bashkinë e Libohovës, veçanërisht në sektorin e bujqësisë. Sipas specialistëve, dëmet kryesore janë evidentuar në infrastrukturën e rrjetit rrugor, si dhe në sipërfaqe të caktuara bujqësore. Sipas rreshjeve janë përmbytur sipërfaqe të ulta të tokave të kultivuara, kryesisht me elbë, grur dhe foragjer. Rreshja ka patur me intensitet të lartë në territorin e kësaj bashkie dhe kryesisht dëmtimet e shkaktuara nga këto rreshje janë kryesisht në infrastrukturën e rrjetit rrugor dhe kryesisht dëmtimet në bujqësi. Është përmbytur një sipërfaqe rreth 30 hektar në zonën e Bulos dhe pak në zonën e Amitës. Nga këto 30 hektar, 20 kanë qenë të kultivuara me kultura bujqësore, kryesisht elbë, grur dhe foragjere, kryesisht jonç, ndërsa pjesa tjetër ka qenë tokë bjerë e pakultivuar. Pas verifikimit të dëmeve, Bashkia e Libohovës ka marrë masa për të ardhur në ndihmë të fermerëve. Sipas specialistit të bujqësisë Filip Zëra, tashmë janë hapur të gjitha grykat e kanaleve që ishin bllokuar nga inertet e sjella nga përrejnë malor, ndërsa aktualisht situata paraqitet e normalizuar. Menjëherë pas verifikimit të dëmeve, Bashkia e Libohovës ka marrë një sër masash për eliminimin e tyre dhe ardhjen në shërbim të fermerëve. Janë hapur të gjitha grykat e kanaleve, të cilët u bllokuan nga inertet, mbeturinat, drur, shkure si dhe dherat të sjella nga prejt malor dhe gjendja aktuale në fush është mëse normale, nuk ka sipërfaqe të përmbytura apo në gjendje të rëndë nga bilanci ujor i tyre. Autoritetet vendore bëjnë me dije se po vijon monitorimi i situatës në terren, ndërsa fermerët janë këshilluar të raportojnë çdo problematikë të mundshme. Ndërhyrjet e kryera kanë shmangur përkeqësimin e situatës dhe kanë rikthyer normalitetin në zonat e prekura. Qyteti i Këlqyrës po përballet këtë dimër me një rritje të rasteve të virozave dhe COVID-19. Në qendrën shëndetësore 24 orëshe regjistrohen rreth 40 vizita në ditë. Mjekja Entela Ibrahimi paralajmëron qytetarët të mos marrin medikamente pa këshillën e mjekut dhe të respektojnë masat e kujdesit për të mbrojtur shëndetin e tyre dhe të gjithë komunitetit. Stina e dimrit ka sjellë një rritje të numrit të virozave dhe varianteve të COVID-19 në Këlqyr. Mjekja Entela Ibrahimi në qendrën shëndetësore 24 orëshe Këlqyr bën të ditur se janë regjistruar rreth 40 vizita në ditë. Ka të ndërthurura jo vetëm gripe stinore, por janë edhe nën variante të COVID-19, të cilat janë të diagnostikuara me tamponët e zakonshëm që ne bëjmë pranë qendrës shëndetësore ose pranë pediatrisë së Spitalit Rajonal Gjirokastër. Fëmijët janë më të riskuar nga këto dhe të smurët me smundje kardiovaskulare, smundje diabetikët dhe plot me smundje të tjera shoqëruese. Ka pasur shumë grup mosha të fëmijëve të shkollave nëntëvjeçare dhe të gjimnazit, të cilët kanë qenë me këto smundje, por situata është nën kontroll. Mjekja Ibrahimi paralajmëron qytetarët që të mos abuzojnë me medikamentet pa rekomandim të mjekut ose specialistëve përkatës për të shmangur komplikacione të mundshme.
Ne u bëjmë një apel prindërve, të fëmijëve dhe të gjithë të moshuarve që janë me sëmundje bashkëshoqëruese që 3 ditët e para duhet të marrin vetëm paracetamol, ibuprofen, lëngje, të qëndrojnë në shtëpi dhe pastaj të paraqiten në qoftë se temperatura vazhdon pranë mjekut të familjes për diagnostikim të mëtejshëm të sëmundjeve shoqëruese. Sipas bluzave të bardha, vetëm përmes kujdesit të përbashkët, respektimit të udhëzimeve dhe ndërgjegjësimit mund të minimizohen rreziqet dhe të mbrohet shëndeti të gjithëve. Në fshatin Kakos të njësisë administrative Lunxhëri, dimri kalon në qetësi, me banorët që ndezin zjarri në mëngjes dhe përgatisin gatime tradicionale të zonës, siç është edhe trahanaja. Ata presin me padurim të hap koha për të nisur mbjelljet e stinës. Fshati ka traditë gjatë në bujqësi, blegtori dhe bletari, duke ruajtur mënyrat e punës dhe traditat lokale që lidhen ngushtë me natyrën dhe jetën rurale. Ditët e dimrit në fshatin Kakos të njësisë administrative Lunxhëri kalojnë në qetësi dhe ngrohtësi familjare. Banorët nisin ditën duke ndezur zjarrin dhe duke përgatitur gatime tradicionale, ndërtoi edhe trahanaja, një recetë e vjetër që ruan shijen e kulturës lokale. Këto momente pasqyrojnë lidhjen e ngushtë të komunitetit me traditat e veta dhe me stinën e ftohtë. Ndërkohë që dimri vazhdon, banorët presin ditët e ngrohta për të filluar mbjelljet e stinës. Përgatitja e tokës, kujdesi për bimët dhe planifikimi i punëve bujqësore janë pjesë e përditshmërisë që rinis pas pushimit dimëror. Në mëngjes ngrihemi, zakonisht ndezim sobën, kush ka trahna, kush ka diçka tjetër han, kur është koha mirë, dalin në përkohë, bën më i punë, më i gjë. Tani s'kemi asgjë ta presim kohën tani, të hapet koha, po sa hap koha asgjë s'bëjmë dot. Do mbjellëm qepën, pataten, po sa vjen fasulja, njën atje perime një djelje. Dihet fshati, punët të fshatit, ato kalojnë ditën fshatarët, mosha tonë që janë, se në fshat vetëm pleqje plaka ka, nuk ka të rinj, gjëra të pakta. Djalit tim mund të jetë me i vogli, me punë të fshatit, ato kopshtër që kemi. Ngrihemi në mëngjes, rregullojmë punë të shtëpisë, edhe meset e mirë, tani në dimër s'ka meset mirë, as kushtrat bëjmë, bakti s'kemi neve, se ca që kanë, mirën me bakti, shtëpia në lopët, ashtu po neve që s'kemi, mbjellim e brenda në shtëpi. Prisni tani të hapi koha? Presim tani të hapi koha, të punojmë, të kushtra, kemi blet, kam nuse me blet me plakun, neve mirim me kushtra. Fshati Kakos ka një traditë gjatë në bujqësi dhe blegtori. Shumë familje ruajnë metoda tradicionale të kujdesit për baktit. Për banorët kjo nuk është vetëm punë, por një mënyrë jetese që lidhet ngushtë me natyrën dhe traditat e tyre të hershme. Blegtori 3 familje janë. Bujqësia janë 5-6 familje, kanë një qikë vështi, një gjerat. Janë disa me blegtori, po dhe me blet kemi. Fshati tonë ka rreth 450 koshere blet. Dyja kanë, dhe vresh kanë, dhe blegtori kanë, lop kanë, të tëra e kanë, po. Jo, fshati është fshati i pasur, me ujë, me të tëra. Dhe neve me fshat, shillim me mirë, fshati sillet mirë me neve, shumë mirë jemi për ashtu, po. Po i çojmë produktet? Në Gjirokastër, bëjnë kushtra e shpijen. Po neve nuk i shpijen, se kemi atë. Bëni vetëm për veten tuaj? Për veten tonë. Po neve jemi plaka, nuse që kam nuse në miret me blet, neve sa për vete. Përveç bujqësisë dhe blegtorisë, banorët e Kakosit merren edhe me bletari, duke prodhuar mjalt dhe produkte të tjera natyrale. Ky aktivitet pasuron ekonominë e familjes dhe ruan një traditë të vjetër të zonës, duke reflektuar dashurinë e komunitetit ndaj natyrës dhe trashëgimisë së tyre kulturore. E vendosur mes natyrës dhe historisë, Këlqyra po tërheq gjithnjë më shumë vizitorë që kërkojnë qetësi dhe përvoja autentike. Gjatë kësaj periudhe është shënuar një rritje interesi turistik, veçanërisht në fundjavë, ndërsa bashkëpunimi i autoriteteve lokale po ndikon në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në zonë. Natyra e paprekur, historia dhe tradita kulinare janë disa nga arsyet kryesore që po ndikojnë në rritjen e vizitueshmërisë në Këlqyr. Sipas specialistëve së turizmit, ka një rritje të ndjeshme të vizitorëve gjatë kësaj periudhe, kryesisht në fundjava.
Vizitori njihet me historinë e zonës, arkitekturën tradicionale, mënyrën e jetesës së vjetër, malet përreth ideale për relaks. Doja të theksoja dhe ushqimet, kulinaria, të cilat janë produkte bio, gatime tradicionale. Konkretisht ka vizitorë që vinë që ta vizitojnë gjatë fundjavave qytetin tonë. Turizmi në Këlqyr nuk është masiv, por është i vërtet dhe njerëzor, dhe kjo është ajo që e bën zonën të veçantë për vizitorët. Shumë turistë janë përqendruar te turizmi malor, hiking dhe biçikletat. Zeqiri thekson se të gjithë aktorët lokal po japin kontributin e tyre në mënyrë që të sigurohet zhvillimi i turizmit në të gjithë territorin e bashkisë Këlqyr. Ka një bashkëpunim të instancave dhe komunitetit për të mbajtur një bashkëpunim të frytshëm në komunitetin tonë. Një zhvillim dhe qëndrueshmëri të turizmit. Krahasuar me vitin e kaluar, ka 25% të rritje të vizitorëve. Këlqyra po bëhet një destinacion gjithnjë më i preferuar për vizitorët që kërkojnë një fundjavë të qetë dhe eksperjenca autentike, duke ndihmuar kështu një zhvillim të qëndrueshëm turistik të zonës. Galeria Art Saranda është pasuruar me një vepër të veçantë të arti. Skulptori dhe piktori i njohur Ilirian Shima ka dhuruar portretin e artistes së famshme Maria Kalas. Vepra vjen si një donacion i rrallë për Galerinë e Sarandës, që këtë vit shënon 14 vite aktivitet dhe vijon të pasuroj fondin e saj me vepra të përzgjedhura dhe cilësore. Skulptori dhe piktori Ilirian Shima, i njohur sa në Shqipëri edhe në Greqi për gjurmën artistike, ka ardhur në Sarandë me një surprizë që nuk ndodh shpesh. Ardhja e tij është e lidhur me një dëshirë artistike për të qenë i pranishëm edhe në Galerinë Art Saranda. Lidhja dhe simpatia artistike për piktorin dhe për gjeksin e kësaj galerie Lefter Çeko kanë nxitur aktin e një donacioni të rrallë për këtë institucion arti. Ai ka ardhur nga Athina për të pasuruar fondin e galerisë me portretin në teknikën e plexiglas të artistes së famshme Maria Kalas. Është një ditë e vlerësuar për mua, por për Galerinë Art Saranda, se në momentin që unë jam duke bërë arkivin, duke dokumentuar, jo se kishim, tani bën një sistemi më special, vjen miku im, Ilirian Shima, një skulptor me emër, me personalitet, me veçoritë e tija të daltës, me gjurmët që ka lënë, për vlerat e veprave të tija, por edhe gjithë ajo krijimtari e tija që në momentin para 35 vjetëve që ngull në Athinë. Skulptori Ilirian Shima, megjithse je migruar prej shumë vitesh në shtetin fqinj Greqi, ka gjurmë të fortë arti në Shqipërinë e zemrës. Emri i tij është prezent në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza të Tiranës. Krahët e shqiponjës së tij hapen në hapësirën publike të qytetit të Lushnjës e të tjerë. Këtu janë punët më të rënda, si me thonë, kuptimin e vlerës, e kupto. E fundit është Nën Tereza në Mermer, në aeroport. Një punë e cila më njohë shumë, si me thonë, e kupto, në publik. Punë shumë e rëndësishme për mua është edhe Shqiponja në bronz, që është në Lushnje. Është 5 metra me 2,5. E cila u bë për vjetorin e Kongresit Lushnjës, një punë shumë e veçantë ajo, nga punët e mia më të mira sigurisht. Pastaj kam marrë pjesë edhe në për ekspozitat përbashkëta këtu. Kam njerëz që adhurojnë artin tim, kam klientel të mirë edhe në Shqipëri, edhe pastaj është ekspozita që bëra në 2014 në Galeri Kombëtare. Tashmë portreti Maria Kalas do të jetë pjesë e ekspozimit të veprave më të mira në eksponantet e Galerisë së Sarandës. Për drejtuesin e saj, Lefter Çeko, kjo ditë dhurimi është e veçantë në ditarin e këtij institucioni arti. Duke dhuruar këtë vepër të Marias Kalas, një personalitet i muzikës operistike botërore, në galerinë tonë thot shumë gjëra. Kjo është një simbol i harmonisë, i asaj që neve artistët e kemi dhe do ta kemi për herë në punën tonë krijuese
dhe për vitet e ardhshme. E kisha marrë me vete se kisha dëshirë t'i bësha diçka shumë të vogël Lefterit që është miku im. Nuk u nisa fare as për galerinë që është neri madh për mua, po thjesht për Lefterin. Galeria Art Saranda ka hyrë si vjet në vitin e 14 të jetës artistike të saj, gjatë të cilave është rritur profesionalisht duke patur si kriter të parë cilësinë. Një spektakël madhështor dhe magjepsës shënoi zyrtarisht hapjen e edicionit të 25 të lojrave olimpike dimërore, të cilat nga e shtuna deri më 22 shtator do të transmetohen me një maraton të gjatë ditore në rrjetin e RTS-s. Shpresa shqiptare për medalje mban emrin e Lara Kulturit, e cila do të garojë më 15 dhe 18 shkurt. Mendesin e Kazanit Olimpik hapet zyrtarisht edhe arta olimpike, një shifër rekord për lojrat olimpike. Sigurisht 2 prej këtyre medaljeve kërkon të asigurojë. Ceremonia e hapjes në moton Harmoni, për herë të parë në histori ishte organizuar në disa vende të ndryshme të Italisë veriore, aty ku dhe do të zhvillohen 16 disiplinat olimpike. Një ceremoni në ritmin e kulturës, krijimtarisë, bukurisë dhe fantazisë italiane, të cilës i dhanë edhe më shumë shkëlqim performancat e artistëve. Ceremonia ishte vetëm preludi i asaj që do të ndodhë në Borë dhe akull gjatë 17 ditë. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.